Java 11 e kategorisë superiore rezervon këtë shtunë kryesfidën Vllaznia Dinamo që do të zhvillohet në stadiumin Loro Boriçi, duke nisur nga ora 17. Në konferencën e pragndeshjes, trajneri Edi Martini ndaloi fillimisht tek çështjet disiplinore, duke kritikuar sjelljet dhe reagimet e disa prej protagonistëve të kampionatit. Janë disa situata që nuk më pëlqejnë për kolegëve të mi trajnera, sepse e shoh që në çdo ndeshje ose çdo pas ndeshje sulmojnë arbitrat, sulmojnë egër. Njëri thotë ti s'do të arbitrosh mua, tjetri thotë kamera, tjetri, domethënë është një presion që bëhet arbitrave në maksimum. Unë jam në shku me kartel të kuqe për kur gjë, në ishën e parë të kampionatit, kurse shoh që këto trajnera që bërtasin shohin mundin me bëj gjithçka, nuk po dënohen, nuk më marrin kartelat kuqe, edhe me fjalë që thonë mas intervistave. Në vijim, Martini konfirmoi se ndaj Dinamos ekipi do të ketë mungesa të rëndësishme, pasi Drozd dhe Bismarck nuk do të jenë të gatshëm për sfidën. Megjithatë, tekniku kuqe-blu kërkon maksimumin nga grupi për të vijuar serim pozitive në kampionat. Po nuk do të jetë Bismarcku, nuk do të jetë Drozdi, pjesa tjetër është okay. Normalisht me gjendjen e tyre që se kanë të mirë, sepse edhe Çato edhe Morata i kanë pak që janë bashku me grupin. Pjesa tjetër janë në rregull. Pres një ndeshje shumë të egër. Pres një ndeshje që ta harrojnë atë që mendojnë që në Shkodër vihet sepse luhet futboll i hapt, të duart roket publiku. Ta harrojnë nesër që mund gjejnë një atmosferë tillë, sepse kjo është një fushë që kam 11 gladiatorë në fushë që janë gati me prit gjithçka. Krahas supersfidës në Shkodër, java 11 e Abisnes Superiore do të sjellë edhe duelet Byris Flamurtari, Tirana Vora, Elbasani Egnatia dhe Teuta Partizani.